Po ka qef vjerra musafer, ti rrion me tabull, jo, më falj, po s'kam ko. Nuk vjen para muzikës as edhe një njeri në jetën tem. Kështu e deklaroj publikisht. Na trejat nuk durojnë asnjë. Te na burrat shqiptar baja e din me thonë, unë jam burri. E në kofsh burri ma e grum, pra ç'është duhet. Do më thonë ti po na tregon që për darsma e që shkojnë, tek shkojnë ti po kënë për darsma vazhdimisht, po a do me knu vete se qik. Kalojmë të pyetjet me spec. Janit. E vetit, nuk ka diçka për me specifiku që ka më martu, ose ka me bo një dasëm, se s'ka kur gjë, ose vazhdan me qëndru single. Në qofë se veç e bëj një dasëm, që është andra se cilës femën dasëmën, kuptohet, që nështë ta besoj kisha kënu, nuk e di. Po, ti martoj një herë tjertë, të martoj edhe ty. Se mu, kam vakt hala, sa i kom qelë Mos ga po njërë se mirje. Tani edhe vetës dikur, se krejtëm njëtëm pyetje ma pojnë, e za, ka diçka të reja, valaj nuk ka, qa me bo, s'ka diçka të reja. Me pas e merë një vesh krejt, nuk është diçka që e më shefi, jo, ama nuk ka, sa me nëjnë ashta që, oke, kom gjetë një njëri adekuat për vetëm tam, ose e me ndoj që ata, dështoj komplet, kështu që ja kom lanë kohës, edhe fatit, normal, kështu që... Sa beson këto martesat me mësit? Atë kanë lypë kështu na herë? Atë vinë me të lypë për shpese? Ani prej neve kanë atë kështu tradit, shumë vjeqare, është Vushtre Mitrovic Skanderaj, ani në vishë vinë me të lypë duhet. Po, hale vinë, me të ndrejten edhe hale vinë të babi, s'ka fërt më të para një 3 javë, në qofë se s'ka bëj që shtu më tha babi diçka. Edhe ja pona babi tash. Qysh mund në t'halje me mësit? Sa është interesant, do më thonë, me mësit. Tha, po, babi e njefke babën atë idealit që e kishtë tirë babin, edhe nuk e dis, nuk muj me thonë diçka rreth kësajna. Pa. Ka njëherë, për para kërë në martu me mësit, e kam pas një martes të sigurt. Edhe e kam pas një familje, pa marrë parasysh kush ka hek atë. A ka hek në qika, nusja, apo u ka në koha. Qashtë. Ama tash na trejat nuk durojnë asnjë. Edhe dojna, qysh dojna na vetë, sidomos femna qenë me profesione, e kanë një jetë pak ma të ndryshe, nuk e kanë atë jetën që po ka qef vjerra musafer, ti rrion me tabull, jo, më falj, po s'kam ko. So ne kam nashta në studio me shku, ne nashta kam një koncert, apo kupton. Edhe sa do që munosh me abo qefin, prap nuk janë të knaqën. Kështu që nuk e di, çka kisha mujt me thonë, për këtë kohën tash, mu nuk më pëlqen diçka. Ti vetë pe pëlqen qatë femën, ose qatë mashkull, edhe po martoni, këtë në rregull, edhe nuk shkojnë 2 vjet, 1 vjet, 3 vjet, balla s'po pajtohen, po dojna mu da. Po jo e gjetë vetë njëni tjetërin. E zgjedhe vetë. A e morre vetë? Qka s'është në rregull tash? Atëherë, mos u marto me njëherë, njoftoje pak ma gjatë, mësoj atë mirat edhe të këshijat që krejt njerës jena me behane, nuk jena perfekt asnjë. Mësoj atë mirat edhe të këshijat, edhe këshyra mundesh me duru ti një qasi mashkullin një jetën tane, ose një qasi femne një jetën tane, edhe atëherë vendos sakt. Për shembull, unë për veti ka shumë sene që nuk i kisha toleru, nuk i toleroj. Çka s'kishe toleru? Çka Shumë sene. Çka s'mundesh me duru te një djalë për shembull? Nuk muj me duru xhelozim për shembull. Të thash, unë krejt kolegët i kam shok miq, kolegët që ashtu shoqe që mbjem më taku, jo në studio producenta, jo kjo. Jo pse kështu, jo pse ashtu, abden qëto gjanat mu më pengojnë shumë, edhe munona me ti arsyetu në një farë mënyre, okej, po më dojka. Po jo bone, nuk i kom 16 jetë, ma adoleshente me mu kënaq kur xhelozon dikush, jo, la, nuk kom ko. Shumë e thjesht. Edhe me pas dashtu në një producent, ose një këngëtar, ose kisha mujt be kur u kanë shumë koha mu martu me ta. Që i krejt shumicën e një para 15 vjetë, 16 vjetë. E kisha kry, kisha bu fëmin tash të thonë ti. Fiks,
Gati vjerë, apo vetë. Ama jo, nuk kam qasi tendencë, për që ata dhe pengojnë që të gjelozinat pa lidhje, ka shumë sene, pa drejtësit, unë jem tip që nuk i durej pa drejtësit, edhe në shpitem, me ndodh diçka që nuk ndodh, nuk muj me duru se li e mo dikon tjetër, absolutisht. Unë ta përmena që të punën e mësitnive, se kom një që të kanë lyp njerës të me mësit e dalë mu pa me djalin, e u bue zezita. Po, Çka ka ndodhë? Çka ndodhë që atë? Çka ndodhe, e kom sqaru edhe me një intervist tjetër në podcast një të në kohë, dhe shumicës të njerëzve ju ka dok shumë absurde, jo s'është e vërtete, jo ku e di, diçka komente që mi kanë kallëzu me ton drejtën tjertë, sa as nuk i kom përcjell vetë. Po, ka në vërtet, që është të bile djalin e halës të ati djalit shumë shok të mire, kena pas edhe e kena, edhe ai vetëm të ke djali, edhe është unë lindu rrinë në Gjermani e ka kryt mentalitetin tjetër, apo kuptan, po na jena shqiptar, na ka tradit hanes, edhe në gjithë shka, dhe më thonë është me mirë kuptim, se nuk po du të njëjtën tem edhe të njëjtin muhabet edhe njerë me përsërit, ka pas gjana që mu më kam pengu, për shembull, jo, qofse qojën e ty dikon me kjarë 20 km, edhe ti kemi më qu 20 km, në qofse kemi hargju ti naft 19 euro, 90 cent, edhe one këtu na mi hargju qaqë, që të sanë, adin, unë jem tip që nuk e këshyri as me shoqni, se lemon me burë. Me burë, apo kuptan. Po, te na burrat shqiptar baja gedin me thonë, unë jem burri, e në kofsh burri ma e grum, pra që shduhet. Musëm le pra me shtiturën në qepë. A, po. Apo da ngru. Tekst që ajo është. Knejna ja rej vetit, unë jam burri, one. E në kofsh ti burr, ma e grun që shduhet, pra. Mos pret pi grus. Pse pret? A menon që artista ose artiste që nashta janë shu ka qenë edhe që kja arsyeja? Për femna po flasim. Se nashta për meshkuj është pak ma e lejtë, dyqysh se s'është që na ngojnë, s'është që na marrin parasysh, po na femnat e kena gjetë një djalë, ose jena feju, ose jena martu krymo, qa që pat me neve? Nuk po muj me fol në emër të kërkujna. Veç di me thonë, inshallah nuk provona one, asnjëherë. Se po me të vërtet që nuk vjen para muzikës as edhe një njeri në jetën tam. Kështu e deklaroj publikisht. Derisa familja jam kanë hjek aq shumë, e kom hjek unë e vetë aq shumë, për me mri këtu ku jam, me arë një njeri për një ditë, me këqyrë me të shkatru ty si njeri, me të shkatru karjerën, faleminderit shumë, ma mirë rivet. Ma mirë rivet. Jam shumë e lumtur.